ky grup sorosianësh që ka pushtuar shtetin shqiptar, edhe ajo që erdhi, e rritur, e mkëmur dhe pasuruar familjarisht me fondet e monstrës njerëzimit George Soros. Dhe tani, këtë ligj kërkojnë ta votojnë në ora 2 të natës. E kanë vendosur në pikën e 17. Këtë ligj, i cili de facto përmbys kodin e familjes Republikës së Shqipërisë, kod që sankcionon se familja bazohet në gruan dhe burrin, në nënën dhe babajt, por tani duhet të shkruhet në përkatësi të shumë fishta gjinore në gjinit me diversitet të gjerë. Ky ligj hap rrugën krijimit fermave të grave, të cilat do të lidhin fëmijë të askujt. Është vazhdimi i ligjit që refuzuam këtu në parlamentin tjetër. S'ka ndodhur ndonjëherë që komunitetet fetare të vinë ta protestojnë me aq zemërim para parlamentit si sot. Por i ktheni kushtetutën ateiste të Enver Hoxhës dhe po jepin ngjyra europiane. S'ka asnjë lidhje me direktivën europiane. Asnjë lidhje. Dhe ata që e paraqesin u kërkojnë njerëzisht dhe thonë cila është direktiva. Ku shkruhet në dokumentet e Bashkimit Evropian përkatësie shumë fish gjinore apo gjini me diversitet të shumë, të gjerë. Në cilin dokument është i shkruar kjo? Në asnjë. Duhet të marrin rastin e veçantë t'ja imponojnë shoqërisë. Edhe ai që ka mbrojtur ligjin, edhe ai ka patur historinë e tij familjare, ka bërë ndryshimin, ne respektojmë orientimin seksual të gjithë secilit, por ne nuk përmbysim shoqërinë. Kur për këtë? Kjo që i bëni ju, a e di pse i bëni këto zotëri? I bëni për të shpëtuar se jeni mafja më e rrezikshme në Europë dhe ata të cilët duhet t'u denancojnë ju për shkak të këtij ligji ju mbrojnë ju. A e di pse e bëni këtë ju? Se jeni hajdutët më të mëdhenj në Europë dhe ata që duhet t'u denancojnë ju për shkak të këtij ligji ju mbrojnë ju. Faleminderit zoti Berisha.